nuk e marrë vesh do me thënë, ma ke marrë ftyrën fare. Si më theti mua pësi flet asaj Telendares Lagje? Telendare Lagjes është e një gjithë dynjaja. Po ku dio me këzijesh e me këgrijesh Lagje ti, moj? Dëgjo man, kur te mos i fol, mos i fol. Mos i fol asaj që kaloje bude mua si interesante. Shetë përda e mua, hajde me tuti. E, seriosisht, nuk e ke ide sa më ke lodhur, ma ke nëzirë jetë me boj të zezë. Unë nga ky moment do dalë dhe do kërkoj shtëpi. Do kërkoj një shtëpi, do dalë të jetoj vetëm. E ja gati shtëpia me sus për ty. Po pa tjetër, mami, se do e gjej direkte. Po, ja ta shikoj. E, diku do e gjej? Ha. Ja. Prime Reality Real Estate. Qa, këtu kam përkërkuar shtëpinë që të shpëtojnë nga ty o zotë. Inshallah ik. Ashtu, a? Nuk e që mami, nuk jeton do të mami pa ty. Hajde. Wow, përshëndetje. Përshëndetje. Sa bukur këtu! Sa të bukur këta. Mirë se erdhët në Prime. Prime dha. Po, Prime që që Big Brother, kujton ta e kemi në Big Brother i marë. Po kjo është ty serioze, kështu që është serioze. Mami shumë, mami më pickokut, këpus me koloqife me rigonë, më pickok. Qishte kjo koloqife me rigonë? What the fuck was that? Po lap që është, do me thënë kur puna i fort. Kafe? Po, pa tjetër. Segafredo. Segafredo, motër të keqen. Gjithmonë Segafredo. Gjithmonë Segafredo të parë. Ne nuk Shata, Segafredo në e dytë. Ne nuk kemi kafe gjesha, ne jemi sommelier të kafes. Qa do me thëmë? Gustatore të kafes. Po, dhe unë jam Po, Segafredo. Sa mirë kjo qupa më pëlqeu shumë. Ashtu, a? Të vja jo t'jetoj me ty në shtëpi, do me thënë. Shiko me qikë, po parë, se më ngre shpirtin. Ma! Po shikë, sa i mirë këtë, po, si e zë më mirë. Po të më tërde. Edhe hajde mosa duar Segafredon. Që e ka kapsulën me këllëf. Me këllëp, vetëm Segafredo. Prandaj pinë. Po që erdi natë njërës, ku i thashun vetëm Segafredo, zonë ta besonte. Qanë këto me ka gjello? Kanë nga gjelozia. Po, moj ma. Kuptoj shumë mirë. Po, e të nashme. Faleminderit shumë e dashur, faleminderit. Atëre, unë jam e interesuar për një apartament 2+1. Dua të dalë të jetoj vetëm nga mamaja. Jo të keqen, mami, ti s'mu t'alesh mamin vetëm, e kupton mami shumë e dëshpëruar. O, zotë, ishki njëre më para të shpëtoj. Jo të keqen, mama, që shku mua besimu të ri mami pa ty tani, mos mi bëj këto gjëra tani pleqëri. Nuk i do të ma. Besoj. Në një orën pa, një Do isha orën pa. interesuar për ndonjë apartament, t'jeti bukur, t'jeti suki-suki, për mbi të gjitha që të mund të lejoj kafshët, sepse unë kam qenë, mace, peshq, kam edhe shumë pemë dhe lule që i kam bjellur vetë. I kam edhe me emra, do një t'ja të emrat e pemëve? I mos arrove shke maman, apo qëne e mace e peshke, po maman e arrove. Mami, unë do dalë të jetoj vetëm. Kjo që e të meshme, nuk mundet, mami. Duhet me ndosh për mamin që otore për përfarëq. Në shqe në qike vështirë për mamin, e kupton? Duja vë emrin në telefon, pse ike kur të përzura, ba e mëndë. Po, tani mund të gjëmë, mam të lutem, a mund të rishë serioze, pi që kafe që të vjetë udova me ato. Mami, shikojnë që në qërë. Ato apartamentet atje? Tani që po bëjmë lek me këto vloget. Ta marrësh mami një shtëpi atja në Avlora, në Aurikumi. Ju keni besoj sugjerime? Po, Bright Towers. Në Lungomare. Ua, dhe a blesh mami tani në me lek, valoja, flasim mëj, shumë lek që po bëjmë tani. Kër ati stopi po bëjmë mami shaka. Na që po bëjmë shumë lek në tani blesh mami një shtëpi, se su bëj qameti. Kam ardhur për hallin tim, u fut si Ferrari, po më lërë muj të shpëtoj muj. Shkimi mami, u shfrytëzoj rastin. Nuk mundem më. Vetëm stodhet e kjo bukurie madhe, që shko për që qanë si unë. Po i trëmbim këta të dy për para. Irisa, o trëmbeti nga Rita? Jo, absolutisht. Ne jemi Prime Realty Real Estate. Kemi përshitje prona ekskluzive nga kompania ndërtimi Clash SPK. Ju jeni të interesuar për zonë qendrore apo periferi? Nga jashtë unazë. Ma, po kërkoj unë shtëpi. Po arrova, po. Unë jam e interesuar për zonë qendrore. Perfekt. Atëherë kam dy opsione ideale për ju. Art Residence pranë shkollës së baletit, Sol Residence
pranë ministrisë së jashtme. Atëhere, Të shkoa baleti, të bëj mamë në që balet në njerë. A ma është të ministrit jashme? Po. Mos merë dhe ndonjë diplomat në ata pensione dhe shko mami. do me thënë, unë kam ardhur këtu te ju, të marrë një shtëpi të largohem nga kjo. U harova unë, më falë mami se më falë, po këtë drejta të bërë. Harova. Po, më thoni? Të dyja projektet janë në zonat qendrore, me facilitete dhe afër çdo shërbimi. Shmangim trafik. Mund të lëvizni lehtësisht në këmbë duke shmangur gjithashtu edhe trafikun. Super. Unë desha, jo, më falë mami se kujtoj se po më blesh pi mua të keqja më harova unë që ti po blem për vete. Na blie. Të përhartojmë 2 planimetrit, 2 plusin në organizimin funksional, ambientit të bollshme dhe sidomos një verandë komode. Perfekt. Veranda, kafja aty. Kafe se gafredo atje, iku mamaja, iku. Një gotë verë të bardhë. Me Do e verandë. mbyll derën e çelës që mos mi bjeri njeri derës. Po mamaja nga, po do hipe nga penxerja, nga do futem brënda. Që do të shme qelës derën moj? Për mamaja për qikë se gafredo do vise, mu bëvon mua. Atëherë Sol Residence, Wow, sa e bukur ndërtesa. Kur të da na një damblamat këtu, do da na një damblamat këtu në penxer, na një Ma, diploma. është shtëpia për mua. është po, nga trojëm. Nëse ti ke dëshirë të vish, duhet hapë përsyk në gjesh mua burr. Po të gjë një mami për vete, pasaj të gjëj, se e kam radhë me moshës puna. Po më takon mua, pse nëzitohesh me mami, se më të shpëron kështu. Pe ka mami radhën. gjithashtu po ju prezantoj edhe planimetrin ideale për ju. 2+1 i bollshëm, me vetrata të mëdha duke mundësua edhe ndriçim gjatë gjithë ditës. Qalla po. Perfekt. Për mua që kam edhe lule brenda në shtëpi, përveç edhe jashtë, është perfekt një shtëpi që të ketë dritë në diellit. Dhe sigurisht mjaftueshëm hapësirë edhe për 2 bashkëjetuesit e Për tapatucat e mi. Tapatucat, nga që ta bashkjetuesi, thash mos ke bërë një qamete, nuk e di mamaja. Mos ke gjithë na një më qyqes më tregon. Bashkjetuesi, din, kena informacion? Gjithashtu dhe Art Residence, e cila ndodhet te shkolla e baletit, projektuar si një nga rezidencat më luksoze në qytet. Qa që ka këtu të kishe më? Mi mam, se kote erda unë, që s'duhet kisha ardhur me ty. Roza me mira shkonte më të mira. Absolutely. Naturisht. Art Residence ofron gjithashtu dhe standardet e larta ndërtimi. Qikë se gafre do përfuqise tani dua energji. Tani të përqëndroa. Po gëzon mami për mua që do marrë shtëpi sikur po gëzon se po bëhet me 2 shtëpi Aritalati. Po do vina një herë ma se do të... Planimetrin e kemi këtu, në orientimin perëndim, në hapësira të bollshme, vetrata, gjithashtu dhe shumë hapësirë për 4 putroshët tuaj. Perfekt. Perfekt. Sa lek bën këto, mama. Sa lek. Apo, arrova që kemi... Jo, arrova ne kemi bërë gjitha ato lek me vloget, me më dëng t'ja bëjnë, dëng, tundet dheu. Do t'a blesh, man. Dhomën ku e kam o dhomën time me pamje nga... Dhomën time, me tualet brënda. Se brat beku. Mua më pëlqen shumë edhe kjo, si opsion. Duhet ta mendoj, duhet ta pleqëroj. Me leje mund bëj një pyetje se do të marr leje, shoqja regjizore, mund bëj një pyetje unë? Patjetër. Tani jam shumë serioze. Përse ne duhet ta blejmë këtë te ju? Sepse ne ofrojmë prona ekskluzive nga kompania ndërtimi Klash SHPK dhe ju mund ta bëni apartamentet tuaj vetëm me 20% të vlerës. Ndërsa për pjesën tjetër, ne garantojmë deri në 80% financim bankar për të ardhur sa më shumë në ndihmë klientëve tanë. Mam, nuk di. Ku mund t'ju kontaktojmë juve që të mund ta ndaj mendjen përfundimisht dhe sa ditë kohë kam përpara se të ma marrin të tjerët? Na kontaktoni në numrat tanë të telefonit, Si dhe në rrjetet sociale. Gjithashtu, mund të na gjeni Roz tek Prime Realty te rruga Dervish Hatixhe. Dëng atje një të nga pari, mos kemi lafe. Mos hajde shtëpi, shkon bankë dal. Nëse konfirmon, atëre Te banka dhe me vrap këtu. Fare s'ke për vrap shtëpi, s'të lë njeri. Se kur vish ta kërkosh se i gjen ma. kënaqësi shumë. Ua, ma, u fejova. U fe dukru. Jo, më falë, u fejove të ke qenë mami. Të doli fati. Dhe një, shikoj si ishte, shta bukur. Ua, falet Shumë për ndihmën tuaj. Kënaqësia jon. Na falni shumë për mamin, besoj se më kuptoni që arsyeja pse erdha. Faleminderit. Edhe na pikën e fundit. Po. Se gafredon. Se gafredon. Të fundit. O jam gati për sherr.
O jam gati, vrap në banjë 20%, shtetë të po preset, presera, po të presu të dera. Në një ditë me nerva të tilla, e di si shkarkohet kjo ngarkesë? Ha? Me palestër. Ha? Po. Po gati se do ikim në palestër tani. Me që ma ke nxirë me bojë të zezë, do të ta nxirë. Po mama, jo, unë jam shumë e lumë të që mami vemi për... Bravo. Tani, do marrim çantën me rrobat e palestrës, bëhemi gati për të shkuar te Matrix Fitness Center. Ku sa bukur, mami që më gjithë më shkret. Later that day. We are doing videos for our vlogs. And Mama is a comedian, an artist, Albanian artist for 35 years. She's really famous. But in English? No. Mama in English? No. Yes. Flit. Yes. 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 Where are you from, girls? From South Africa. South Africa? Afrika, I live in the Netherlands. Oh, okay. Thank you. Thank you, that's nice, Bye. Thank you. Oh, zot, fantastike. Bravo. Sa po më komplimentuan Luko. Thank you so much. Hajde mama. Erdha, gati. Hajde mama se jemi për të ikur tani në palestër. Unë e kam çantën e palestrës me vete. Ti ku e ke çantën tënde? Në qoshin tënë ti kam futur. Ti kam rrasa ti brenda. S'ke marrë çantë palestre ma? Apo është ajo çanta jote çuditëbërëse që ke brenda dhe na një akvarium me peshë? Gjërat të mia personale. Hajde pra, let's go. Let's go. Përshëndetje, si jeni? Si mund t'ju ndihmoj? Atere, ne jemi të interesuara sot të bëjmë palestër, fuqishëm, por pa prishur flokët edhe make-upin, lutem. Po, tamam. Sa e bukur kjo çupa. Po, më. Të tua ti ke ato leshtme? Këmija. Të gjitha? S'ka eksteshna, mama. Se bërë edhe fëmin tënd ashtu? Ka bërë me 400 bishtra me 700 ylrat, ka bërë. E dashur, mund të na orientosh për të dhomën e zhveshjes? Atëherë unë po ju ndihmoj pak me pjesën e dollapit, ke dhomën e zhveshjes dhe deri në vitin të dy kartë. Kjo është e imja mamë personale. E ke mami të farë, e mamit? Matrix Fitness Center. Ku vete kështu moj? Që kema, palestër? Palestër? Palestër alla Rita. Përshëndetje, goca. Goca. Si jeni? Përshëndetje. Mirë? Unë jam faleminderit. instruktori dhe sot do stërvitemi bashkë. Super, se kemi shumë nevojë, nuk e ke Prit, ide, prit, do me prit. thonë, se Rita. shumë e stresu. Ku shkon Ua, ato? po, e se kam një palë të tjera. Ja erdha. Po të presim. Me atë rast si që dhe atë shalli me xixa, ma. Po më prish performancën. Ma! Në falë, është... Pa problem. Është Rita. 13 seconds later. Ma! Tama. Këto kam më sportivet. Do jetë një stërvit. Jam gjithë me këto, gjithë, nuk më kap dot. Bogat. Po, Rita. Faleminderit, Lediç.
Orita, po qa po bën Orita? Në lodha. Më këput qupa në mes. E po së nga një qik mish, nuk e në gjithot ma lore, ne kam... Qiko. Aj, E do një kaq? Ah! Do? Ma! Tani, goca, kemi një ushtrim për vithet. Oh, super fare. Unë me ziprisja këtë momentin. Për vitet vjen palestër. Për bysot sa ky moj? Po, ma. E kam Sakt, ashtu i thonë. Po. Ke shumë të drejtë. Kam nevoj. Atere, ushtrimi është këtu që duhet në mëstroj tani. Ulemi para, me shpinën drejt, edhe ngrihemi. Okej. 3 sete nga 15 për sëritje. Sa? 15. 15, ma. 15? E bëj me njerë. E Hajde. bëj në vënd. 1, 2, 3. Për hatër të bythve. Shumë mirë, Roza. Një prita. Pak shpinën drejt, lutëm. Po. Jepi. Shumë. Shpinë. Ma! Rita. O, kërbishtja! Bravo. Së është O, më që të lash punë, më të keqe, kërbishtjen! më të keqe. Të gjone ma qupë! Rita. Do e qaj tani! Tani do e qaj! Ke të drejt. Ma që Kjo punë doj që gjithë. Do bëj ko qa 300 dua unë e zeza 66 vjetëve, qa kruesh, moj. Ti e ke faj. Në palestër me takë. Si u di mali tu se u puta po të tem s'ka fuqim. Si di mali tu. Mos mos vetëm ledit më zoj. Budallaqk. Ku është di mali? Ma shpjego mua që kjo është punë për... U e zeza. Jepi. Pak Ti energji, mali pak mos se u energji. puta. S'ka fuqim. Opa. E në thonë, në thasë në një për mamë, të pauë për më. Për shanë, marë fuqim, puta në gjunjën. Futi dhe i Po kaq. se nuk e nga gjithën. Futi dhe i kaq. Bravo. E këmë putë në gjunjën. Instruktor Ledi, mire kamu? Je super, mos rëviz, është ushtrimi më perfekt që ke bërë deri tani. Po, në instruktor Ledi. A vajshë të putë në bëtë. O, Pse mi Je më mirë ti Rita, lërë Rozën, ti je jam shkëqishëm. super fare. Ha? Ja ta Mirë. rregulloj dhe pak të. O ma, Bravo. Jepi Rita, forca. Të- Forca. Mos u ndal. Jepi. së ngëdon qik të ngëshangri qik bëthot. A, mami, mbra gjitha ato ushtrim atje. Ja se do ingresh tani. Ti ngre? Ha, Po iko Rita, ik. si edhe majtakave. Po hajde. iko Rita, ik. Qetesh me shelege, o Rita. Shë më gjesi mua. O Ledi, duke mirë. Yll. E gjoj Më e ma. bukur e palestrës. Ua, Erdhe Do ti, vi- ndriti Do palestra. vi pram nesër. Me teninat, me ripin, me xixha dhe me taka, nuk besoj se do e sfidon të kush Rita Lati në palestër. Askush me patemina. Jam Nuk e ka vetë. rëndësi, Ja. është Rita. Ua, ma, është Rita, e dëgjove? Mendoj se ky është ushtrimi vetëm që Rita bëri tamam. E bëra Super. shumë bukur. Edhe të tjera shumë mirë ka bërë. Jo, Shumë dështohen mirë ka qik, bërë. dështohen qik të ngritje bythës. Tash është. Tani do knaqesh pilates. Qasha, nuk doa pilat, i thash atia me më... Jemi për pilates, ma. Qasha jo? Pilates. Pilaf me lëng. Ato pilaf. Me lëng, me lëng. Me lëngë, Po. mirë, për pilaf është mami. U lodhëm i qika, mama? Por, Unë jam Kelly. për shëndetje, Elvie. O mirë, falemderit. Në klasën e pilates. Ma, Do knaqen një Qa shalësh pa? Të përgjej shalët, ma? Bëja mund po brenda pilates si kjo? Po. edhe më mirë. Do bëj mami pilates. Unë me zipres do me thamë, nuk para bëj pilates, sepse më duket i qikë sport që se shkon formatit tim, por duke parë trupin tënde dashur, oh yeah, Pa tjetë. dua të bëj pilates. Por du ju them diçka. Që në pilates nuk lejohet me këto pucet e bukura që ke. Që qa bon, vese dhe... Vese dhe unë si e i taka, po deshe. Do të vështru apo jo tash? Po do bëjnë mese poshtë, mese poshtë.
Po duhet të ishim këta, po, duhet të ishim edhe unë? Po. Duhet thonë duhet jemi si ty zbathur. Yes, po, duhet. Zbathur? Yes, zbathur dhe jemi. Ma të më vrasë ajo nuk e që i takat. Do me takat, po deshe. Base nëse mami i ishtë takat dhe bën ushtrimet pilates dhe ka një lloj harkimi të belit si çdo, sepse e prit poshtë ai zotëria me pëmbjeshile, Po, Aty është pjesa më e rëndësishme e Rita. që të më shikoni një qika ai. Të më shikoj. Pelvike. Qa Është e lirë. Më e lirë, po në pjesën e dyshemesë pelvike. Po nda jeshile e hëngre. e dyshemesë pelvike, më. E hëngre po nda jeshile. E dyshemesë pelvike, ku ne praktikisht e Pas ka rëshkitur, jo ushtrime. pas ka rëshkitur jo komplet. Ajo mbase nuk ka rëshkitur, mami, mbase ne jemi ne të dyja të rëshkitura. Në asë një mënyrë nuk jam rëshkitur. Ua, që ishe ngrëka këmë kjo në të gjanë. Lieve një më që ti që kjo e rezikshme. Këtu ushtrim do të bëjmë ne. Ta bëjde mami të? Mama, ti me taka me zipëris ta shof ta bësh. Femra elegante, në asë një moment nuk e i takat. Tani jemi pozicionuar me këto mbët e bashku. Po, Do ulemi. do ulemi. Tani kemi vojë, Rita, se ke taka, dhe që mundoje që pjesën e gishtave ta kesh tek tapeti, okay? Kësho. Gati? Ngrejnë pjesën e fund shpinës, këmba e djathtë shkon lart, e zgjasim, sikur po na Që tërheq. që ti ullë që këbyllë të qeshtes. Edhe sasaj do ulemi me pjesën e fund shpinës poshtë. Do vazhdojnë. Jemi në Ue, sa pu. frymëzerje. Frymar, frymëzirë. Frymarje. Ua, sa buku e ke e bërë. Ti ma Bravo, plan të bësh. Po, uarova, po. Rita do bësh trupin. Po do bëj. Po. E qava, ma. Pjesa e frymarrjes është aktive. Bravo, e bëra. Ndojeve që të marrin frymën Bra. e të nxjerrin. Marrin frymën diafragmën dhe pastaj një frymëzjerje kontraktojnë pjesën abdominale. Dhe vazhdojmë për ty. Lirohemi nga dalë, uli pjesën pelvike. Qa uli mo mamash. Pjesën e jeve. Po, thuaj shqipi na bërë pelididike. Ha, Jemi profesional për po ke të drejtë. Absolutisht. Profesionista të kuptoj, që dhe. tani do lëvizim pak me pjesën e jeve. Këtë e qajve. Ja, këtë e çantit. Ah, i habajgat. Okej, marrem frymëse dhe do mbriemi këtu. Në të dyja këmbët janë. Prit, dyja të prit, shtetës. prit. Ja, shumë. Po ma që ka me rezikshme. Që ka me rezikshme, di si e bëra? Një, dy, dhe shkojmë bravo. Ty dhe. E qa kam këtë. Do mundohemi që të shkojmë edhe në pjesën e jeve. Okej, shumë mirë. Për 5, 4, E qava këtë model. 3, 2, edhe një e fundit. Shumë mirë. E bërë? Gadal. E bëra? Perfekt. Uh, E bërë në mënyrë për Ma, më pe? Jo, e bërë skandal. Ishe keq, do ta bësh edhe një herë. Tani unë jam instruktore, duhet t'ju Të shaj, bëra bukur? E bërë shumë mirë. Ke i natë? E bërë shumë mirë. Bja kesh po e bërë më mirë se ty. Bëra. Tani do vazhdoj me një ushtrim tjetër që Rita mendoj se do të pëlqej shumë. Më am qafs. Po këto me bytë për pjetë, des? Tani do i hapim kokët Rita, sa kemi irë. Se e kuptot. Dhe pjesa e prynave duhet jetë e kthyer, duhet jetë për brenda, jo për brenda, thjesht. E kuptova. Për brenda që mos të brahen. Po. Do marrim frymëthell, frymëmarrje, frymëzimje. Frymëmarrje, frymëzimje. Do mundohemi që të lakojmë pjesën e poshtit frymëzor. Lakoj ti atje. Lakoje. Nësë duke u lakuar, ma. Tani do vazhdojmë. Krahu i majtë, i zgjatur, këmba e djathtë e zgjatur. Ah, ja bajgat kësaj. Jeni në ekuilibër, Rita, dhe kjo na shërben shumë, sidomos për moshën tënde. E pra? Patjetër je re, se je re në shtëpi. Jo pensioniste e reja, mu. Kështu që do zgjatemi ja këtu. Dhe do mundohemi që të zgjatemi sikur po na ka hip dikush. A da nda madhi mase... Shani, bravo. Ha? A, varve Mami. Se mase ta kratë da mla madhin pregatit. Nuk kam koment. Tu qëndrojmë.
Tani do marrim frynte dhe do punësojmë me krahun edhe me këmbën. Roza Erla! Mam, do të vras, ha? Do të vras. A mund të bëjmë një sekund pauzë se duhet të lyej pak buzët? Më fal, okay. Tani do shtriqemi për parë. Po, ja, për të vdesun. Oma. Po pse u le kokën ashtu moj qyqe, pse u le kokën poshtë? Ma pra do shtriqemi? A, që ka mo, po, u thash se... Ati dhe zgjatë edhe pjesën e krahëve, Rita. Okej. Nuk e lë rripi me gur. Ti shumë mirë dhe kemi një zgjatje të pjesës së poshtë të kryesore. E kemi, ja? A few hours later. Delin e të ngritë. E qa ke këtë modelin? Po ti ma shtë gjeti, moj. U e zeza, vajza ime. Ha! Rita, që në kemë në formë ti, Rita? Apo bësh, bën shaka, Roza? Asnjëherë. A shikon që bën kasile? Sa bën shaka? I jepi, Roza. Na trego, bravo, hapsi dhe. Ja, Shife mami, gjave mami, se shife mami. Ja, këtu. Dhe pastaj shkon e këmbën e djathtë, okej, pastaj majtën. Jo me mami, Bravo. Mami e ka gjetë zgjidhjen. Ne jemi në qërë sklif, do marrim frynte dhe do mbihemi nga dalti. U, këto e qajnë. Këto maj? kjo, po e bëre këtë. O, me byth. Po e bëre. Me byth, ja, shikoa. Mos e ngrej bythën, ai në vend. Jo, do rish. Ma, më falë dashur se. Shkëlqysi im doli nga xhepi. Ka një ta qajnë këto? Jepi, qaje Rita. A, ti shumë? Po, brava. Tani do bëjmë pak në stretching Rita, të demonstroj diçka po stretching? Stretching unë e qanë, mami. E qajnë. E qanë. E qanë. Mam, ti tani do bësh fix këtë stretching. Po? Okej. Atëherë, vazhdojmë këtu, një. Bravo. Bravo. U e zeza u shuen. Mam, se kisha parkuj që keq, më duket se po më vën gjobë. Ky është një super stretching. E martuar je moj? E erdhë. Je martuar më të keq? Jo. Se martuar, runda mblaja mu kokë djemve, shi moj qatë shkupe moj uaj. E pere ma qyshi qoj këmbët me korpër moj qoshen. I qoj këmbët moj korbë dhe është në super form, sepse këtë gjë të bën pilates si këtu të matri. Mos u ndaj pilates i ti. Merit e pilates. Që të bësh të hapësh këmbët si ajo, balerin. Edhe po hapa këmbët si ajo balerin, qa do ndodhe? Është elastike, do me thonë. Elastike. Qa ndodhë? Elastike me ma. E jo, ma mësë unë jam brigu këtu. Bëjmë një ushtim? Aha. Tuat. Po. Qarë është të mjështë? Po edhe një. Okej. Ta bëj unë? Tash kam ta shikoj unë këtë, ma më si do pilates e shikoj. Këtë ule mund atje në një qosh, edhe shikoj zishtë. Do me të demonstroj diçka tjetër. Ha, po. Stretching. E se u kënaqa. Okej. Për ty. Për itën. Korba. Korba. U hapë si flamur, ma? Lartë. Super. Ua, se është dhe bukuroshe. Ky është ekuilibër, mam. Kjo quhet, të? Po. Duhet jetë robi në ekuilibër. Formohet me pilates. Hagoza, si shkoj pilatesi? Unë nuk knajqa shumë. Do vi prapë, pa tjetër, tu te Matrix Rita? Fitness Center. Po, unë shumë, o kënaqa. Po, mami u knajqë shumë se unë. Shumë. Më bëhet qef. Unë do abonohem. Do vi, pa tjetër. Mama, është mojve të ti do abonohesh, ti se s'do abonohem te Matrix. Do vi. Me ty, Rita, do merrem vetë personalisht. Modele do të bëj. Ma! E po të ketë mami më shumë sukses se mua. Edhe dëngë, moje, tëng. Tani, Ja, kam ledin jemi tek model. momenti final. Do bëjmë ca matja. Do peshohemi më saktë. Peshohemi. Po. Ju se Peshohemi. nuk para peshohemi, kupton? Ne nuk dim kështu, ne nuk kuptojmë nga ato numre. S'ka gjë se ja u tregoj unë. Hajde kamera. Kemi ande rrugën? E kemi ande. Kam dhe nga të ngrënë, ti që ma ma. Po që më i qeti, që sheku ka si të të budala, që ke janë. Po që sheku.
Ç'duam ne këtu? Kam bërë një tas me trana të keqen mamaja me maj. Jo, Çate? ju po i them për buskuqin. Buskuqin. Është fshesh për pis këtu me Me buskuqin. një top me gjallë për si për të keqen mamaja. Është mirë? Ja mirë. Jo, shumë mirë. Ha ti e para. Roza, hajde. Keqen mami. Pa emocione. Kam shtu 1 kile. Keqen mamaja. Bravo. Me sekundë këtu. Inshallah ka shku kilja ku duhet. Ka shku aty ku duhet. Jemi mirë. Rita, kam besim këtë ty. Bravo të keqen mami. Hajde. Wow, keqen mami, më shumë se zelua. Komshia ime zelua. Shketi, Qështu bëj? tu në Matrix do të marrë unë për sipër, do të bëj si modele. Dëng t'ja bëj zelo. Jepe. Zelo, marrë keqen e qënit. Po shiko se mos nuk ka dal pesha mirë, se je me çantë në kram. Po, pas kam pa çantën. Ta edhe ledi vure mirë se më përshoj çanta. Hajde. Hip. Qëne unë, aq. Ma, më vjen 1 kile ripit, keqe mami, që ma ripin. Po. Ta fal. Hajde, forca. Po eco kam takat veshur, eco. Ha, se tani punon. Jep. Provoje peshën. E zena me ma, katastrof. Se mos ti që këto. Ha, se të peshojnë këto, ha. Të në qerat. Falë, zena, Na këto të neqet, na. Na peshojnë shumë këto gjë. Po. I ke ishte gjitha? Po. Unazën e ke? Keqet e... Jo, Rita. Jo, ledi si do mu vejalli. Të thash, do e rregulloj unë këtë punë. Të dua këtu për ditë në Matrix dhe si thash, modele si gjallë do të bëj. Zelo, ma keqen e qenit, Matrix e moje dhe Matrix. E harroj dhe peshën. Matrix e E harroj moje dhe dhe... peshën. Që si më ka katadis. Unika, nuk duhet do të ma. Ma!